Në këtë edicion do të ndiqni. Kushtetuta e Kosovës mbush 18 vjet nga dita e miratimit të saj. Rasti në Hereq, 1 muaj para bërgim për babajin që dyshohet për sulm seksual ndaj vajzës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Akti më i lartë juridik, Kushtetuta e Kosovës sot ka mbushur 18 vjet nga miratimi i saj. Ky dokument themelor u ratifikua me 9 prill të vitit 2008, ndërsa hyri në fuqi me 15 qershor të atij viti. Avokati Egzon Doli, duke folur për rëndësinë e këtij dokumenti, tha se Kushtetuta është sfiduar vazhdimisht madje edhe nga vetkrerët e institucioneve. Sot më 9 prill shënohet përvjetori i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, dokumentin më të lartë juridik në vend, i cili konsiderohet si një nga kushtetutat më moderne dhe më të avancuara në rajon. Megjithatë, përgjatë viteve zbatimi i saj në praktik shpeshherë është shoqëruar me sfida dhe interpretime të ndryshme nga bartësit më të lartë të institucioneve publike. Avokati Egzon Doli thekson se kushtetuta është sfiduar vazhdimisht, madje edhe nga vetkrerët e institucioneve. Kushtetuta e Republikës Kosovës do të thotë siç dihet tashmë sot e shënon edhe përvjetorin e saj. Gjatë këtyre viteve shpeshherë është sfiduar nga bartësit më të lartë të institucioneve publike në Kosovë dhe se respektimi i saj në praktik shpeshherë ka munguar përkundër faktit se ka një tekst të avancuar dhe të modern sidomos në funksionalizimin praktik të saj, megjithatë tendencat shpeshherë destruktive kanë çuar edhe deri tek shkeljet e ndryshme kushtetuese. Sipas tij, në të kaluarën janë evidentuar raste kur presidentët të vendit kanë kryer shkelje të rënda kushtetuese, çka ka detyruar gjykatën kushtetuese të ndërhyrë për të rikthyer gjendjen në përputhje me ligjin. Kushtetuta është sfidu tashmë veç dihet edhe mediatikisht shpeshherë edhe nga bartësit më të lartë të institucioneve, posaçërisht kemi 2 raste të presidentëve të shtetit, do të thotë kreu i shtetit në 2 raste ka bërë shkelje të rënda kushtetuese. Këtu është fjala për vitet paraprake, për çka dhe gjykata kushtetuese ka intervenuar si një arbitër i pavarur për rivendosjen e gjendjes paraprake, do të thotë për eliminimin e shkeljeve të ndryshme që janë konstatuar në ato raste. Mirë po, këtu nuk përjashtohet edhe shkeljet e ndryshme kushtetuese që janë bë edhe nga bartësit e ekzekutivit, por edhe nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Fatmirësisht, kushtetuta jon e ka parapar një gardian siç është gjykata kushtetuese, e cila në mendimin tim personal shërben si një institucion i pavarur dhe profesional në mbrojtjen e kushtetueshmërisë në Kosovë. Mes tjerash, avokati Doli theksoi se nëse kushtetuta shkelet nga ata që vetë kanë miratuar, atëherë vihet në pikpyetje edhe vetë pozicioni i saj. Padyshim tek masat e gjera ose tek popullata në momentin kur vret se kemi shkelje kushtetuese nga bartësit e funksioneve publike apo bartësit më të lartë të institucioneve publike, zbe ose krijon dyshime në besueshmërinë e saj apo në kredibilitetin e saj, megjithatë ne kësaj kushtetute patjetër se duhet i besojmë, edhe për faktin që ka një karakter historik të rasti i Kosovës, me që në bazë të saj do të thotë janë themeluese inauguru institucionet e Kosovës. Njohësit e fushës vlerësojnë se përkundër sfidave, kushtetuta mbetet themeli i funksionimit demokratik të shtetit, ndërsa zbatimi i saj i plot mbetet një ndër sfidat kryesore për institucionet e Kosovës. Ndonëse vlerësohet se Kushtetuta e Kosovës për nga ndërtimi është shumë e mirë e strukturuar, jo gjithmonë janë respektuar nenet e saj. Disa nga qytetarët e intervistuar sot thonë se ajo është shkelur disa herë nga aktorët që nuk guxojnë ta bëjnë këtë. Me 9 prill në ora 10:45 minuta shpall solemnisht shpall Kushtetutën e Republikës Kosovës.
Në përvjetorin e 18 të miratimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, qytetarët duket sikur janë skeptik në faktin nëse ajo po respektohet si duhet pikërisht nga ata që thirrën në emër të saj. Një qytetar që Kipyn ka takuar sot, duke dhënë opinionin e tij për respektimin e këtij dokumenti, është shprehur se ajo nuk po respektohet dhe po lihet pastaj hapësirë për interpretim ndryshe nga të tjerët. Fatkeqësisht nuk gjejmë asnjë kthes të ligjshmërive të shtetit në të cilin përjetarët e politikës e respektojnë. Unë mendoj që as pak nuk respektojnë. Mandena edhe masa tjetër e shet fortin, ligjin e të fortit, edhe a gjen mekanizme që edhe ai prezantohet me një farë forme që nuk do me respektu. Po kjo është tërësisht e dukshme. Andena është edhe dëshpëruese. Ndërsa një tjetër shprehet se ka raste ku respektohet nga politikbërja, por jo gjithmonë është në nivelin e kënaqshëm. Ka që e respektojnë, ka që e respektojnë. Shpjapi me emna, me emnu, po ka disa që e thirrin e nuk e respektojnë Kushtetutën. Kushtetuta është ajo që mbron shtetin dhe njëherë është që e balancon. Tash një shtet që ka Kushtetutën e nuk është. Edhe jam shumë i gëzuar që jemi si shtet më i ri kasi, e kemi Kushtetutën tonë, që mburrë me to, kemi Kushtetutë evropiane, Kushtetutë që na kanë lakmin nga shtetet shi. Kushtetuta është akti më i lartë juridik që garanton të drejta dhe liri themelore të gjithë qytetarët e vendit. Në Kosovë, mosmarrëveshjet politike përfundojnë shpesh në gjykatën kushtetuese, pasi dokumenti më i lartë juridik i vendit i miratuar me 9 prill të vitit 2008, sot nuk interpretohet të njëjtë nga të gjithë akterët. Ndonë se ky dokument synon të përcaktoj rregullat e lojës politike në Kosovë, loja shpesh është ndalur për t'u sqaruar tutje në gjykatën kushtetuese. Një muaj parabërgim ka caktuar prokuroria në Gjakov për personin Musa Sinanaj, i cili dyshohet për ngacmim seksual ndaj vajzës së tij të mitur. Ekipi ynë ka qëndruar sot në fshatin Hereç, ku banonte nëna me të bien. E hollësitë të tjera nga ky rast na sjell kronika në vazhdim. Një rast i rënd i dyshuar për sulm seksual është raportuar më 7 prill në Gjakov, ku një nënë së bashku me vajzën e saj të mitur kanë denoncuar në polici një familjar të afërt, ndërsa sipas burimeve të mediumit ton, i dyshuar është babai i vajzës, Musa Sinanaj nga fshati Hereç. I mitur është ndërvestuar nga hetuesia në prani të përfaqësuesve të qendrës për punë sociale, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të gjykatës është caktuar masa paraburgimit prej një muaje. Sipas prokurorisë, rasti dyshohet të ketë ndodhur me 1 prill, ndërsa për shkak të ndjeshmërisë së lartë, detajet janë kufizuar dhe hetimet po vazhdojnë. Autoritetet vazhdojnë të bëjnë thirrje për luftim të çdo forme të dhunës, duke theksuar se dhuna, veçanërisht ajo brenda familjes, mbetet një nga problemet më shqetësuese në shoqërinë tonë. Sipas tyre, rastet e tilla shpesh mbesin të fshehura për shkak të frikës dhe presionit, gjë që vështirëson ndërhyrjen në kohë. Institucionet përgjegjëse apelojnë që dhuna të mos tolerohet në asnjë rrethon dhe që çdo dyshim apo rast të raportohet menjëherë, në mënyrë që të parandalohet përshkallëzimi i saj dhe të mbrohen viktimat. Ministra e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, Fitore Pacolli, kanë nxjerrë vendim për ndalimin e menjëhershëm të betonimit të shtretërve të lumenjve në gjithë Kosovën, duke i dhënë fund një praktike të vjetër të dëmshme dhe të rrezikshme. Ky ndalim nuk cënon kontratat ekzistuese, por kërkon përshtatjen e tyre teknike me standardet mjedisore. Ashtu si që ishte premtuar nga Ministria Pacolli se do të kujdesej më shumë për shtretërit e lumenjeve në Kosovë, së fundmi ajo ka nxjerrur edhe një vendim të ri për ndalimin e menjëhershëm të betonimit të shtretërve të lumenjeve në gjithë Kosovën, duke i dhënë fund një praktike të vjetër e të dëmshme dhe të rrezikshme. Duke ditur se mbrojtja e lumenjeve është mbrojtje e jetës, së biodiverzitetit dhe së ardhmës, Ministria Pacolli ka kërkuar që politikat i vënë në shërbim të natyrës
natyrës dhe qytetarëve. Sipas Pacollit, përdorimi i betonimit eliminon shkëmbimin e ujrave nëntoksor, shkatron habitatet e florës dhe faunës si dhe rrit shpejtësinë e rrjedhës, duke shkaktuar rrezik më të lartë nga vërshimet. Referuar vendimit të ministres Pacolli, ky ndalim nuk cenon kontratat ekzistuese, por kërkon përshtatjen e tyre teknike me standardet mjedisore, duke garantuar që mjetet publike të shpenzohen vetëm në projekte që mbrojnë natyrën dhe rrisin sigurinë e jetës. Në postimin e saj në Facebook, ministra Pacolli ka shkruar se duke lënë shtratin e lumit natyral, ne lejojmë tokën të marrë frymë dhe të thithë ujin, duke krijuar një mbrojtje natyrore të qëndrueshme kundër vëshimeve dhe duke shtuar se të gjithë duhet i lëmë lumen të rrjedhin lirshëm, ashtu siç i ka falur natyra. Si çdo fillim pranvere, edhe këtë herë bujqit veç se kanë filluar punën e tyre pranverore, të cilat janë tejet intenzive. Pjetër Frokaj, ekspert në fushën e bujqësisë, thotë se tani është koha optimale për kujdesin që duhet bërë sidomos pemëve frutore. Temperaturat të ditëve të fundit po konsiderohen mjaft të favorshme për zhvillimin e kulturave bujqësore në vend, duke krijuar kushte optimale sidomos për pemt frutore që ndodhen në faza të ndryshme të lullëzimit. Sipas ekspertit të bujqësisë, Pjetër Frokaj, aktualisht kushtet klimatike janë të përshtatshme, me temperatura dhe lagështi optimale, por ata duhet të jenë të kujdesshëm. Për momentin, temperaturat janë optimale. Lullëzimi veç të disa pemë ka përfundu, të disa tjera është në periudhë të lullëzimit, temperaturat janë optimale, lagështia ajrit është optimale. Simas disa shënime dhe përcjelljeve që i bëjmë në intranet edhe në media, shohim që temperatura minus nuk do të ketë, po eventualisht nëse ka, i sugjeroj të gjithë fermerët të komunës Gjakovës edhe më larg të marrin masa mbrojtëse. Nëse vjen deri te -1 ose -2 gradë, mujnë mu pështu një sasi jo 100% e pemëve, po të dhezin do kasht, është i din praktikat fermer, dhezin goma e të bojnë tymin, po kjo praktik duhet të aplikohet rreth orës 2-3 të mëngjesit. Po për momentin që shposhit nuk ka nevojë, se temperaturat janë për çdo natë plus 2-3 gradë edhe 4 gradë, ditën peshojmë deri gati 20 gradë që kështu. Temperaturat janë optimale njëherë për njëherë, lullimi është fantastik për momentin. Frokaj shton se nëse kushtet aktuale vazhdojnë dhe nuk ka rënje të temperaturave, ky vit pritet të sjellë rendimente dukshëm më të larta krahasuar me vitin e kaluar. Nëse nuk ka rrëmje të temperaturave, këtë vit ka më pas rendimente jashtëzakonisht të mëdha, se pemt kur e hupin vitin e parë lullimin, angazhojnë gjithë potencialin e tyre, kështu që vitin tjetër ka frydhënie jashtëzakonisht të madhe. Shihet që gjendja është e mirë, lulet janë çndosha, polenizimi peshoseve, lulja edhe fruti nuk varet vetëm prej temperaturave, po pesho që ka dhe qarkullim të insekteve, bledëve sidomos, se temperaturat janë optimale, lagështia ajrit janë shumë e mirë. Besoj që rendimentet do të jenë fantastike si vjetë. Po, i këshilloj fermer që të marrin masa edhe për mbrojtjen e këtyne fruta, pasi pemt i lidhin, të intervenojnë me spërkatje, me preparate, me insekticide, fungicide, pesticide, gjona tjera, plehrin me masa tjera agroteknike që duhet marrë. Ai gjithashtu tregon se merret me kultivimin e disa llojeve të frutave, ndërsa thekson se fitimi më i madh vazhdon të vijë nga kultivimi i mollës. Për momentin na këtu unë bashkë me vllazërit edhe me axhallarët i kemi diku një 5 hektar. Kryesisht dominon molla, po kemi edhe vishnje, kemi qershi, kemi dardh, kemi lajthi, kumbull, pjeshka, të gjitha ka pak, po kryesisht 70% e kësaj sipërfaqe është e mbjellur me mollë. Ne i kushtojmë shumë rëndësi mbrojtjes mollës, sepse për kësaj janë përfitimet edhe kultura më e madhe në sipërfaqe tonë se ka është molla, dhe për kësaj presim të marrim rendiment edhe të kemi diçka përfitime. Në anën tjetër, ata mbeten në pritje të zhvillimeve të motit gjatë ditëve në vijim, të cilat do të jenë vendimtare për ecurinë e sezonit bujqësor.
Bazuar në vendimin e datës 5 prill të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, sot çmimet e derivateve të lejuara në Kosovë janë 1,91 euro për litër të naftës, 1,47 benzina, ndërkaq gazi është lejuar sot të shitet 0,82 euro për litër. Përkundërse në nivel global, çmimet e derivateve kanë shënuar rënje të ndjeshme në Kosovë e më konkretisht në Gjakov, rritja që u reflektua menjëherë kur filloi përshkallëzimi i situatës në lindjen e mesme dhe ende nuk ka reflektuar në rënjet të çmimit. Çmimet e derivateve të naftës në pikat e karburanteve në Kosovë nuk janë ulur as pas ditës së dytë prej arritjes së marrëveshjes për armë pushim mes SHBA-ve, Izraelit dhe Iranin. Përkundërse në nivel global çmimet e derivateve kanë shënuar rënje të ndjeshme në Kosovë e më konkretisht në Gjakov, rritja që u reflektua menjëherë kur filloi përshkallëzimi i situatës në lindjen e mesme, ende nuk ka reflektuar në rënjet të çmimit. Madje, sot çmimet janë edhe më të larta se ditët më parë. Për 1 litër naftë në Gjakov, sot klientët është dashur të paguajnë deri në 1,91 euro për litër, ndërsa për benzin deri në 1,46 euro për litër. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë publikon çdo ditë çmimet maksimale të lejuara për shitjen e derivateve për të mbrojtur konsumatorët. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kushtetuta e Kosovës mbush 18 vjet nga dita e miratimit të saj. Rasti në Hereq, 1 muaj para burgim për babain që dyshohet për sulm seksual ndaj vajzës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndihni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.